Ndjekim së bashku rubrikën Ku, Kur, Çka. Me datën 14 qershor prej orës 17:30 në sheshin Skënderbeu Prishtinë nis parada e krenarisë në kuadër të Prishtina Pride 2025 me moton Asnjë hap mbrapa, një ecje për dashurinë, barazinë dhe ekzistencën, ku komuniteti LGBT+ dhe përkrasit e tij japin zë krenarisë, solidaritetit dhe ngjyrave që e pasurojnë këtë vend. Me njëherë pas paradës, te Biblioteka Kombëtare vazhdon festa me koncertin tradicional të paradës, ku muzika, gëzimi dhe bashkimi marrin formën më të bukur të rezistencës dhe festës. Me datën 14 dhe 15 qershor në Nokta Prishtinë nis trajnimi me grupin e ri në psikoterapi trupore nga ora 10 deri në orën 18. Ky trajnim 2 ditor ofron një hyrje në konceptet bazë të kësaj qasjeje, që ndërthur trupin, ndjesitë dhe emocionet në procesin e shërimit dhe zhvillimit personal. Udhhiqet nga Arber Zeka dhe Antigona Qenaj Sejdiu dhe është i hapur për profesionistë të fushës së shëndetit mendor e trupor, një mundësi për të nisur një rrugtim transformues drejt një vetëdije më të thellë. Mund të regjistroheni online dhe të bëheni pjesë. Këtë diel, me datën 15 qershor, Mitrovica bëhet shtëpia e festivalit të baballarëve, një ditë e veçantë dedikuar forcimit të lidhjes mes baballarëve dhe fëmijëve të tyre. Në ambientet e Omnisport nga ora 16 deri në ora 21, pritet një atmosferë gjallë me aktivitete kreative, sfiduese dhe plot dashuri prindërore. Gara zbavitse, kuize me shpërblime, arte dhe zanate janë vetëm disa nga momentet që premtojnë emocione të paharrueshme. Me këtë edicion, festivali synon të inkurajojë përfshirjen aktive të baballarëve në jetën e përditshme të fëmijëve dhe të sfidojnë stereotipet gjinore përmes argëtimit dhe edukimit. Ngjarja organizohet nga SID dhe nga UNFPA në kuadër të projekteve që promovojnë politika miqësore për familjet, me mbështetje të shumë partnerëve vendor që besojnë në fuqinë e komunitetit dhe familjes. Të dielën me 15 qershor, shoqëria bjeshkatare Maja organizon ecje në shtegun që çon tek ujvara e Leshnicës, një perlë në malet e Sharrit. Nisja është nga fshati Bezovc, 20 km larg Tetovës. Gjatësia e ecjes është rreth 17 km dhe zgjat 6-7 orë, duke qenë e përshtatshme edhe për fillestarët. Veshja duhet të jetë e përshtatshme për motin, ndërsa syzet, kapelat dhe kremi për diell janë të rekomanduara. Mos harroni ujin, ushqimin dhe frutat tuaja të preferuara. Për shkak të kalimit të kufirit, duhet të keni me vete letërnjoftimin ose pasaportën. Rezervoni vendin tuaj duke kontaktuar në inbox ose në numrin e tyre të telefonit. Me 15 qershor, SBA Maja e Bajrakut organizon një ecje të lehtë drejt Gurit të Dolcit për të shënuar ditën e çlirimit të Suharekës. Ngjitja do të nisë nga fshati Maqitev përmes Bjeshkës së Bukoshit, me pamje të mrekullueshme dhe shoqëri të mirë. Aktiviteti fillon në orën 7 me homazhe të parkut dëshmorëve në Suharek, ndërsa nisja e ecjes është nga shkolla fillore në Maqitev në orën 8. Distanca totale është 15 km, ndërsa kthimi planifikohet rreth orës 18 me përfundim të restorani Gështenja. Transporti është i organizuar dhe kushton 5 euro për person. Pjesëmarrësit duhet të kenë me vete këpucë për ecje, rroba të rehatshme dhe ndëresë, ushqim të lehtë, ujë, syze dielli, kapele dhe krem mbrojtës. Mos e humbisni mundësinë për të kaluar një vikend fantastik.